absurdi. Rruga e re Korç-Ersek ose aksi Qukës Qaf-Ploç për herë të tretë është jashtë përdorimi. Edhe pse është inauguruar para 2 muajsh, është sërisht me probleme, ka të tjera shëmbje. Sidorela Xhomaqi, korrespondentja për qarkun e Korçës. Sidorela, përshëndetje. Ju përshëndes, Flavio, ju e përmendet pak më herët edhe pse ka 2 muaj që është uruar dhe inauguruar nga ana e kryeministrit, po ashtu edhe nga ana e ministres së infrastrukturës Belinda Balluku, pikërisht segmenti edhe nga ana e kryetarit bashkisë, mos harrove Erionin tash. Në fakt jemi në rrugën Qukës Qaf dhe e ka në fakt bashkia e Pogradecit. Okay. Të gjithë zyrtarët kanë qenë pjesë e këtij inaugurimi, i cili ka pasur punime rreth 14 vite që ky aks mjaft i rëndësishëm kombëtar ashtu sikundër është alokuar dhe aluduar nga të gjithë nga ministri apo ashtu edhe kryetarët e bashkive, do të ishte një nga ato rrugë i cili do të kishte akses mjaft të rëndësishëm për qytetarët, do të ishte një aks kombëtar i cili do lehtësonte lëvizjen dhe qarkullimin e mjeteve, do lehtësonte edhe banorët e zonës dhe sigurisht do të kishte dhe një ekonomi më të mirë për këta të fundit, edhe turizëm. Sigurisht do të ishte një rrugë e cila do të shkurtonte distancën kohore midis Korçës, Elbasanit apo edhe Tiranës, por si duket edhe pse ka 2 muaj e cila kjo rrugë është inauguruar dhe tashmë është e kalueshme dhe aksesueshme për të gjitha mjetet, duket se kanë filluar edhe problematikat e para. Rreth 1 muaj më parë u regjistruan rrëshqitje dherash në skarpatet e malit të këtij aksi, ndërkohë që edhe mesdita e së mërkurës regjistroi prapë rrëshqitje dherash. Ditën e djeshme prej mëngjesit, firma kontraktuese ka qenë në teren duke punuar dhe duke sistemuar të gjithë pjesën. Duhet të theksojmë faktin se për shkak edhe të rrëshqitjeve të dherave nuk ka pasur problematika sa i përket qarkullimit të mjeteve, nuk ka pasur të dëmtuar mjete, po ashtu edhe individët të cilët mund të kishin kaluar në këtë rrugë. Ndërkohë unë e përmenda pak më herët, vijojnë punimet edhe ditën e sotme për shkak të problematikave teknike dhe valve. Kemi pasur shumë të vështirë të kryejmë një lidhje pikërisht në zonën ku ka pasur edhe rrëshqitje të dherave. Jemi spostuar pak, por sigurisht ne planet dhe ndjekjen e gjithë kësaj problematike e kemi treguar edhe ditën e djeshme, por po e tregojmë edhe ditën e sotme. Nga konstatimi po ashtu edhe vëzhgimi që ne kemi bërë në teren, duket se vijojnë të jenë edhe punonjës të firmës kontraktuese të cilat janë në teren duke sistemuar pjesën e skarpatit, duke hequr edhe dherat të cilat kishin dalë thuajse në rrugë. Sidorela, faleminderit. Faleminderit ju. Përshëndesim kolegen tonë, kalojmë një shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak, flasim pak për fëmijët.